Hajde se folim. Përshëndetje, miq të Hisari Online dhe emisionit Hajde se folim. Jemi me emisionin e radhës se sonte kemi një mysafire mjaft veçantë dhe që falenderojmë që ka gjetë kohë për me na nderu me pjesëmarrjen e saj. Është aktoria, gazetarja, për gjatë emisionit kena me marrë versë në cilën i flan shpirti ma shumë, Rozi Kryeziu Mazreku. Rozi, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Kënaqësia është e jam, faleminderit juve që gjithmonë jeni afër neve dhe na jepni hapësirë për me i shfaq punët tona. Kënaqësia është edhe Kjo jonja. është e dyhënshme, nuk mujna as na pa ju as ju pa neve. Normal, do të thonë mas miri është kur është reciproke. Ska, bashkëpunimet fatkeqësisht nuk funksionojnë shumë në Kosovë, po janë mos e të mirë. Jena të po, jena me një periudhë kohore shumë të brisht në Kosovë ku peshohëm. Mos të nisëm direkt me porën me këtë punë. Rozi, aktore, gazetare, cëllat flan ma shumë në shpirt, cëllën e ki ma për zemër, cëllën e bën ma me qef. Patjetër që aktore, jam me profesion, jam me aktore, jam me diplomum në këtë drejtim dhe gjithsesi kur je diplomum, je profesionist i fushës, patjetër që do të më të flajt pak ma tepër. Gazetarinë e ushtroj si profesion tashmë 11 vjet. Pa e lanë anësh, sepse unë prapë edhe në gazetari e ndjeki fushën e kulturës, konkretisht tash jam me emision për trashëgimin kulturore, është kënaqësi sepse mëson gjëra të reja, por që se shpirtit flan aty ku edhe ki vendos me studiue. Normal. Në aktrim. Normal. Vetë se për mene punën e trashëgimisë kulturore, dina që Kosova është një vend që fatmirësisht, po edhe fatkeqësisht, ka shumë të pasur sferën e trashëgimisë kulturore. Kur them fatkeqësisht, e dina që shumica rrjedh prej konfliktit fundit për luftës në Kosovë, kallzona pak ma shumë rreth trashëgimisë kulturore në Kosovë. Sa është e rujtën, sa njerëzit i kushtojnë rëndësi sferës e trashëgimisë kulturore, edhe çka duhet me bëu ma shumë ky vend për trashëgiminë kulturore. Unë nuk isha thonë që trashëgimia kulturore e Kosovës është prej konfliktit fundit, sepse qëndron mira vjet përpara. Se kemi si fakt gjallë parkun arkeologjik Ulpiana në Prishtinë, po hiç pa dalë kemi Hisarin në Suarekës, që është vërtetësia asaj që ne kemi pasuri shumë të bujshme, të madhe të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Unë mendoj që, sidomos viteve të fundit, është t'ju kushtuar një vëmendje shumë e mirë, qoftë prej Universitetit të Prishtinës që janë për çdo lavda, departamenti arkeologjisë, arkeologët e antropologët që bëjnë një punë të jashtëzakonshme, përveç studimeve që i kanë hapur shumë, kanë pru shumë njerëz të sferave që ne nuk i kemi në Kosovë, jam të folë për specialistë të jashtëm, edhe kanë bo bashkëpunime të shumta me universitete ndërkombëtare për mi u dhënë mundësinë nxënësave tanë, që janë të pjesës së trashëgimisë, studius të trashëgimisë, me mujt me shku me studiu, me avancu studimin në për vende tjera. Për shembull, dhe kemi Parisi është një prej vendeve që funksionon tepër mirë në Kosovë. Në mbështetje jashtëzakonisht qoftë me fonde, qoftë me bursa studimore, po qoftë edhe në kohën e gërmimeve arkeologjike, se kjo pjesa e gërmimeve e ka një farë kohë kur tash fillon prilli deri ka fundi nëntorit. Tani kjo pjesa e dimrit kur vje borë është pak më vështirë, është pak më vështirë me gjurmu. Po ajo që unë e kisha dasht, jo gjithmonë me kërku prej institucioneve. Kisha dasht shumë që na si qytetarë mu vedisu tepër shumë për rëndësinë e trashëgimisë kulturore. E para që s'ka nevojë as për ligje, as për rregulla institucionale është që me mirë mbajt atë vend. Kudo që shkojmë, qoftë shkojnë Ankala, qoftë me naj kull, naj ur, naj vend historik që është, bërlogun mos me lanë aty. Një prej temave është shumë e rëndësishme që bërlogun mos me lanë aty. E ke mundësinë, ke shku me vetur, e merr një qese, e shtin edhe e gjun të veni ku duhet. Kjo bile është pak e pakuptueshme bre, që she shfrytëzon për shembull një vend edhe e lën që aty bërlogun që e ke buti vet. Dhe për me kalu një kohë të mirë me familjen nëse me shoqërinë, qysh ki mundësi me lënë që aty, po kupton. Tash jo vetëm në vendet me trashëgimi kulturore, na po folmi edhe për ekskursione të ndryshme, ndoshta edhe livadë dhe ku dalin me bë piknik njerëzit, e ki të njëjtën gjendje,
po jo veç me një komunë caktuar të Kosovës. Jo, po flas për gjithësi, unë po flas për Suarekën. Njëta shorre popullit është si këtu, si... Bile këtu jena pak ma të kujdesshëm Suarekna, kemi shumë kujdes, po për pastërti jemi shumë të kujdesshëm. Po flas sidomos në ato vende... E kom po për gjatë qytetit, po jashtë së gara ende. Jo, edhe në për vende tjera, për shumë në Hisar, në Kastërës me shku atje, e kishëm pasur hapësirën, po është esenca të vendet që janë pak ma të larta, për jem të full për Kalaç, që janë pak ma në vende malore që ti nuk e ki të përditshme rrugën atje. Po. Se këtu kur e ki të përditshme rrugën, ti qytetar ki plot ndërgjetshëm që nalen e shohin i burllog e hekin. Po jam të full për vende si Kalaç, që janë pak ma të larta, pak ma terrene ma të nalta për mund gjitë për çdo ditë. Nuk janë të frekuentuar çdo ditë. Pra, sa ajo mbeturina e qëndruar shumë gjatë aty edhe bën edhe dam në aspektin shëndetësor. Kështu që çka kisha pas qaf më ndryshu. Të tjera përmirësor. Po, kadal. Tu po. E përmendë departamentin e antropologjisë në fakultet të Prishtinës. A ka shumë interesim të nxënësve a ki informacion për këtë pjesë rastësisht? Unë nuk jam njeri që do të folë për këtë pjesë. Të rinia e këtij veni apo interesohenis për unë nuk jam të sqarohem njerë për publikun, unë nuk jam personi adekuat për me folë për pjesën për departamentin e antropologjisë, sepse janë profesorët, është departamenti, veç thojmë, i antropologjisë, po i një prej intervistave të vazhdueshme në terren me ta. Domethënë ke po që ka njerëz të interesuar. Ka shumë të ri që janë shumë të interesuar dhe është një atmosferë jashtëzakonshme, përveç kënaqësisë. Edhe unë nganjëherë kënaqesh aty po ata në ato gjetjet e veta që në punën e tyre që e bëjnë, po janë njerëz shumë të përkushtuar, janë njerëz shumë profesionistë. Në rregull. Rozi, kthehemi në tema. Themi te arti dhe aktrimi. Patjetër. Apo na të kallëzojmë pak më shumë për karrierën tënde, çush ke fillu, ku e ke pa veten që je për këtë drejtim? Ku ka nis? Ku jo fillet? Me thënë drejtën, pjesa e artit ka qenë gjithmonë pjesë e shtëpisë tonë, sepse na vjen marrë shumica prej familjarëve me muzikë, me aktrim jo asnjë, po që gjithmonë e kam pas dëshirën më bë aktore, se kam pas qef mi prej krejt profesionet ka pak. Edhe kam pa që pjesa e aktrimit jepet mundësia me lujt shumicën e roleve, qoftë arkeolog që ke ma herët, qoftë gazetarin, qoftë mjekun, qoftë avokatin, edhe ki një farë mundësie me eksploru profesionet të ndryshme gjatë performancave të ndryshme që i bën skenë, edhe e kom ditë që do të shkoj në aktrim. Fatmirësisht, prind të më kanë mbështet, se kjo është pjesa ma e bukur kur kim mbështetjen e familjes. Edhe ma bukur, po kur flasim për artin dhe aktrimin në Kosovë është edhe ma vështira, me pas përkrajen prej familjes. Unë një plot shoqe që fatkeqësisht në fillimet e veta kur ka nis, e kam pas shumë probleme marrat përkrajen maksimale të familjes për me vazhdu me artin, kështu që ti pas ke qenë me fat. Po vetë fakti që kanë qenë pjesë e artit, ndoshta e ka bë pak më të lehtë pjesën. Megjithëse për aktrim është pak më marrë edhe familja me pjesën e muzikës. Babi ka insistuar me shku ka psikologjia, por nuk është që ma ka prish qefin. E ka po që s'jam për psikologë. Mirë është kur dhe vrejnë me kohë që mos me bu presion për një drejtë. Jo, s'ka, absolutisht. Nuk i flen njerit për qata. S'kam pas për presion, as nuk diskutohet, po vazhdimisht ka pas këtu grupe teatrore që kam funksionu, kur kam qenë shumë e vogël, unë ka pas që kam funksionu këtu në shtëpinë e kulturës atëherë, kur ka qenë ajo e vjetra në Suarek, edhe me shumë dashni dhe shumë endje, kom shku i kom vizitu, shpeshherë jam shoqënuar me ta për me pa se si shkojnë procedura e të qenit aktor. Nuk kanë qenë profesionist, kuptimin e profesionist me diplom, po janë kanë aktor të mrekullueshëm, edhe kanë bërë shfaqje të cilat kanë marrë pjesë në festivale, edhe kanë marrë edhe çmime si amator në atë kohë. Edhe më ka bëu vazhdimisht me dashur më shumë profesionin, edhe kur ka ardhur pjesa e regjistrimit të fakultet, sigurisht që s'kam hezituar shumë. Megjithëse ka pas shumë diskutime me se ka pas konkurrencë shumë të madhe, jo tani që shkena në këto farë diskutimet, jo amuna kia, qysh. Edhe kur e kom pa veten që jam në listë të pranuar, jam gëzuar tepër shumë për vetë faktin që nuk e kom njoft kërkan aty. Vetë faktin që ka bë mundi sfiduese sepse nuk e njeh atë. Gjatë periudha e studimeve po foli. Sa ka qenë sfiduese për ty? Për mua Akademia e Arteve gjatë kohës sa kom studiuar unë ka qenë akademi ushtarake. Kam pas shumë fat me pas profesor
që kanë lënë gjurmë në historinë e aktrimit. Na kemi fillu vitin e parë me tashmë të ndjerin, aktorin e madh Faruk Begollin, një vit me 2 asistentat e tij, atëherë kanë qenë Astrid Kabashi dhe Armand Morina, jashtëzakonshëm, domethënë është privilegj për ty si student, po, me pas njerëz që kanë pas një karrierë të jashtëzakonshme në atë kohë, edhe ti i ki pas profesor, i ki pas shumë afër dhe në momentin që hyn Akademi të Arteve gjithmonë e ki një lidhshmëri më tepër se sa në profesione të tjera me profesorin, sepse e kemi si kujdestar të klasës, si mësuesin për klasës parë deri në 4-ën, ata që janë me aktrim e kuptojnë çka po them. Pastaj vitin e dytë kemi pas me Shkumbini Strefin, që është jashtëzakonisht i madh, kemi pas mundsinë me na dhënë mësim edhe tashmë prapë ndjerje Enver Petrovci, i jashtëzakonshëm si aktor, dhe kemi diplomu me Luan Johën. Imagjinoje çfarë kostet profesorëve kanë pasur, domethënë secili më i mirë se tjetri. Absolutisht. Edhe asnjëri nuk mund të shpëdalu për nga vlerat që i kanë dhënë aktrimit në Kosovë, cili ka dhënë më shumë, cili ka dhënë më pak. Vish është dashur me qenë shumë i vëmendshëm për mi marrë më të mirat prej tyne në profesion. Tamam. Aty s'ke pas drejt me hy mas profesorit. 15 minuta para profesorit të dosh më u koni vizatum në klas, i veshën me zeza. Po marrësh me një klas mas një herë. Ja, as ka pas nevojë me të fol, veç ta ka kthy kryt kështu edhe ti u dosh me dal jashtë me prit. Vazhdo ka ke orë. Me prit jashtë në korridor, jo me shku me dal kafiqeve, po në korridor me të pa profesorit që ti je interesuar aty në menajt. Interesuar po. Kjo të ka mësu me dash profesionin edhe më kanë shumë përgjegjës për profesionin. Është profesion shumë fisnik, po dën shumë punë dhe shumë përkushtim. Shumë angazhim don. Roze, na tregon pak a shumë për projektet e tua, cilat janë kon projektet më të rëndësishme gjatë karrierës tonë në aktrim, cilat i kima për zemër, cilat ka qenë më vështira ndoshta për realizu. Kadal. Qërë se cila e ka të knaqësinë e vetë. A nuk diskutohet për momentin, për mu projekti ma i rëndësishëm është java filmi që e bëj në Suarek. është tash këtë vit kismet. Do ta bëjmë edicionin e tretë, është një prurje e re filmike në Suarek, edhe përveç mundësisë që qytetarët e tanë me pa filmat, kënaqësia më e madhe është sepse ne e kemi filluar një stil ndryshe, tash gjithë e bëjmë, po fillimisht e kemi filluar ne me workshop-en Suarek, me nxënësat e shkollave të mesme, edhe ka pas interesim të jashtëzakonshëm. Domethënë fillet e javës së filmit në Suarek janë përmes workshopeve. Përmes filmave dhe workshopeve. Okay. Edicioni i parë ka qenë për kamerë dhe montazh, e kanë nxënësat e teknikësve që kanë pas mundësinë me shfaqje edhe filmin e tyre që e kanë bërë vetë nxënësat gjatë natën e fundit. Shumë kënaqësi është kjo. Në këtë edicion ne kemi pas një workshop me Avnida Lipin, aktor i jashtëzakonshëm, kemi pas maratonën e fotografisë ku pjesëmarrësit kanë pas mundësi me dalë me bë fotografi për qytetin e Suarekës në mënyrën se si ata e shohin. I kanë pas 3 tema të caktuara: trashëgimia, identiteti dhe ambienti. Edhe ne kismet këtë vit do të mundohemi me bë një ekspozit me ato fotografi që i kanë bë vetë nxënësit pa përkujdesjen tonë, vetëm në mënyrën se si ata e kanë pa vendin e tyre. Po, është befasohesh çfarë fotografi të bukura kanë sjell. Befasohesh. E ceke që është edicioni i tretë. Po, këtë vit do të mbahet. Kur është i paraparë? Zakonisht planifikohet tetor-nëntor më mbajt, kështu nuk i kemi ndru datat, edhe pse shpesh herë insistojmë mu bë kaqëshori, po puna e subvencioneve gjithmonë vonohen, edhe tani gjithmonë ne duhet të shty po aktiviteteve. Workshopin tjetër kemi pas me Anisa Ismailin, një aktor i jashtëzakonshëm, një unë shumë e dashur, sidomos për gjeneratat e reja, edhe workshopi i fundit u kon me Armand Morinën. Dhe më thonë, jena kënaq bashkë edhe na me 3 që kanë qenë pjesëmarrës. Këtë vit sigurisht do të ketë risi, po ato risi do të me armi pa gjatë javës filmit. Normal, risi i shohëm edhe i prekom live kur të mbohet edicioni i tretë i javës së filmit në Suarek. Patjetër. Mundemi me ardh prapë me folë të diskutu për edicionin që mbaron vetë atë. Do të ketë filma prej Shqipërisë, do të ketë filma prej Maqedonisë, do të ketë filma prej Kosovës, regjisor të jashtëzakonshëm që e kanë shfaq veten edhe në për festivale ndërkombëtare dhe kanë marrë çmime. Po, gjithsesi pjesa e aktrimit, kënaqësia është e punës, procesit shfaqjes, po tani kur del jashtë vendit dhe sheh teatro, sheh forma të ndryshme teatrore që funksionojnë në ekipe tjera, aktorë tjerë, kjo është një plus në profesionin tonë. Kemi mundësi me udhëtu. Kemi pas mundësi me udhëtu në për ato vende që
Me profesione tjera ndoshta nuk mundesh me imri. Normal. Rrin zyre të ditën. Rrin zyre para kompjuterit. Po, domethënë kohë pandemisë kemi qenë, domethënë koha pandemisë stresi më i madh në botë ishte na ishëm në Belgjik, Portugali, me shfaqje. Me qetësu veten, me masat Covidit në çdo shtet ku hyshim edhe dilshim u dushkëm me bë testin. Po, normal. E çysh ka lind ideja për realizimin e javës filmit në Soharek? Na kur punojmë në profesion gjithmonë kemi ide. I shkruajmë letër dhe tani e presim momentin e duhun kur me fillua. Momentin që veç u kriju shtëpia e kulturës. Ishte në proces faktikisht, se edicioni i parë u bërë në shtëpinë e Fëllbaut. Shtëpia e Fëllbaut është një shtëpi e dytë për neve, njerëzit e Soarekës, aktivistat e kulturës, sepse gjithmonë i kanë pas derën hapun për neve, gjithmonë, pa hezitim gjithmonë janë kanë afër neve, qoftë për ambientin, po qoftë edhe me forcat e tyre fizikisht kanë ardhur, na kanë ndihmu, na kanë përkrahur jashtëzakonisht shumë, qoftë me timi, qoftë profesori Refki, Sufi, krejt, që ajën konë ma herët. Ta është shtëpia kulturës e një shtëpia kulturës shumë e mirë, sigurisht ka hala mundësi mu përmirësu, po e ka një ekran të madh. Po, absolutisht. Nuk diskutohet. Ta është duhet me bë diçka që nuk ka për qytetarët e Soarekës. Për shembull, ne kemi filma të jashtëzakonshëm që janë prodhimin ÇKK-s, po jo krejt kemi mundësi me shku në kinemat në Prishtinë me i pa. Kështu që ne mundohemi që ata filma që kanë korë suksese dhe në një farë forme kanë ushtuar për festivale në përbot, mja ofru të shtëpia qytetarëve të komunës sonë, që ata me pas mundësi, me pas qasje dhe me ditë se çka po ndodh në sferën e filmit. Kështu që ideja u kanë moti, veç e kemi prit momentin, mbështetjen e kemi pas si për kolegëve, si për familjarëve, si për drejtorisë kulturës në komunën e Soarekës, kryetari Bali Morarema i na kanë mbështet vazhdimisht, edhe për shkaj edhe jam falenderuese sepse kanë qenë në rregull me qasjen e tyre. Jemi të folë për komunën e Soarekës. Prej edicionit parë na kanë ndihmu edhe na kanë mbështet në rrugtimin ton, qoftë me prezencën e tyre, qoftë në aspektin e subvencioneve. Mirë, kjo është një shembull i mirë që duhet më ndjek. Absolutisht. Po besoj për gjitha komunave të Kosovës, qoftë ato të mëdha, qoftë komunat më të vogla që janë, çka do që japin përkraje, sidomos sferës së artit, veç i bojnë hajër edhe shoqënisë edhe rinisë sidomos, të e pa pak a shumë se ku gjendet me çka mirët rinia jonë. Po përmes disa postimeve në Instagram e kum pa që për gjatë muajit maj është edhe një realizim përmes OJQ-s Artpolis. A mundesh me na dhon pak më shumë detaje se çka? Po shumë bukur e the ato të marr parasysh rinia jonë se çka merret edhe është kjo puna e workshopeve. Është një mundësi shumë e mirë për mi tërheq pak prej jetës përditshme, jetës zakonshme, pjesës digjitale që ndoshta na edhe neve, jo vetëm rinia, por edhe neve na ka konsumu shumë, edhe po na pengon faktikisht me jetu çysh duhet, sepse e kemi ato momente që mos me pas telefonin na rrogni var panike. Harrova diçka. Ku jam të shku, ku kam të shku. Po, Artpolisi është një OJQ që ka punu jashtëzakonisht shumë, ka prus ndryshime në aspektin teatror, me trit sidomos, edhe vazhdimisht formon klube teatrore në përkrejt qendrat që janë pak më të vogla të Kosovës, edhe përmes Forum Teatrit, që është një shprehje pak më ndryshe e teatrit, krijon shfaqje, cilat ja mundson të rive me dhënë kontributin e tyre, qoftë në përzgjedhjen e temës, qoftë në realizimin e komplet shfaqjes. Kjo me 12 maj do të bëhet në qendrën korrektuese në Lipjan, është një bashkëpunim mes Freda, Artpolisit dhe Ministrisë së Kulturës. Unë jam si mentore aty, bashkë me një koleg timin Ismail Kasumi, është një aktor jashtëzakonshëm, edhe kemi punu me trit aty që janë Qysh ka qenë përvoja? Një përvojë shumë e veçantë, shumë e ndryshe, sepse ne jemi mësuar me punu me kolegët tonë edhe profesionistë ekip pak më të lehtë, sepse e din se çka po flet. E din s'kam nevojë me himes për çdo fjalë profesionit, me dhënë shpjegim ekstra se çka është kjo, ç'a është kjo. Po ata trit kanë qenë për çdo lavdat. Tash është qendër korrektuese, po kanë punu edhe kanë pas interesim shumë të mirë për pjesën e teatrit. Unë mendoj që Artpolisi është të bërë një punë të jashtëzakonshme me trit në këtë aspekt. Edhe mendoj që është një mënyrë shumë e mirë që me përcjell edhe organizata tjera me pru, sepse kjo është me një farë forme se me thonë
e prej zeros quhet shfaqja. Janë disa momente në jetën tonë që na bëjnë me ndryshu kursin e jetës ashtu, edhe kini moment reflektimi, domethënë është reflektimi I thellë në këtë shfaqje çka do të mund të shohin ata që do të jenë prezent. Domethënë ja vlen me kon pjesë. Ja vlen, po janë rregulla strikte, kështu që se disa kanë mundësi gjithë me pa atë shfaqje. Po është e rëndësishme ajo që puna me tritë është shumë e rëndësishme. Workshopët janë shumë të rëndësishme. Domethënë nuk do të publikohet nëpër platformat. Jo, absolutisht. Se është ndaluar prej ligjeve dhe të Republikës. Janë rregulla pak më të veçanta, po e rëndësishme që dikush është të bëjë diçka për ta. Dikush është të bëjë diçka për ta dhe që edhe përveç faktit që janë me një qendër korrektuese, janë të e marrë një trajtim meritor për me dalë qysh duhet me dalë prej asaj qendre, pavarësisht rrethonave që kanë ndodhur, që kanë përfunduar aty. Edhe qendra korrektuese, stafi I qendrës korrektuese në Lipjan janë të jashtëzakonshëm, janë shumë mikpres, janë shumë kujdesshëm, kështu që unë për veti jam shumë e lumtur në kuptimin se që kemi mujt me zhvillu diçka. Po, me zhvillu diçka dhe me pru një përfundim një shfaqje për trit. E kam po vetë, ne e kemi monitoruar komplet. Mirë, Rozi, jashtë petkut të aktorës edhe gazetarës, qysh është Rozi në jetën e përditshme? Edhe me dalë tash ti pak prej kësaj pjesës ma profesionale. Duhet me vetë burrin. Mirë, e thirrë me ato emision. Kallzon mas mirë ti. Se unë s'më në shajt vetën. Ja, unë heku shumë se jam shumë strikte. Fatkeqësisht, po. Fatkeqësisht jam shumë strikte dhe nuk duhet më kanë shumë. E ku vërtetu që ashtu më nësh më kanë vesh kur je vetë. Kur si je vetë, do të më ndryshu pak, do të më kanë pak më lirë, do të më lënë qysh është puna e emisionit, hajtë se folëm, hajtë se këqirëm, hajtë se e bojmë. Emnin e emisionit e kena lënë se do me thonë nuk ka shqiptar që nuk e përdor minimumi, nështë mrena ditës jo, po mrena javës gjithë qysh, pa ja bo rafsh dikojna me hajtë se folëm, hajtë se këqirëm, bojmë diçka nuk ka. Për që ta ka ardhë dhe ideja e emnit, adel. Po, bisedat tona janë të lira këtu me se cilën musafir që I marrëm e që ata doshta me ditë që që kemi Rozin edhe një dhe përditshme edhe cilat janë për shembull hobit e sajna ose... Vetë fakti që ti a ki ko për hobi mas pari? Po, me qëshja. Na veç ko kena shqiptarët. Kur gjë më s'pa që më ko kemi. Ma në fund dojnë një që tha kom ko. Qëshja, bre, unë shkojmë punë, bëj projekte, këthejna, I kry punë të shpiz, bëj shpesh herë dhe ushqim, se shumicën e kohës e Baviera. Ta pas ka letu pak, ta pas ka dhoni dore. Qëshja, është ndimesa e jashtëzakonshme, kjo është pjesë e jetës tonë të përditshme, po është ndimesa e jashtëzakonshme. Po kam fjallën që bëjmë projekte, kemi kohë, sepse jemi të jetu me një jetë zakonshme, shkoj të familjarët, na vizitojnë, dalim ka njëherë shëtitim edhe na, hobi kam këndimin ka njëherë. Ashtë do më thonë, me raste. Se harekës, e në këtë rastësh mësiki dojtë mështisht edhe dhe. Po, dojtë bashkë në mështisht e ka. Normal, që di e madhe do më thonë mësë me ditë me knu. Na nuk në ata që pisem, këtë knojnë ma mirë zonë. Valoj, ty me bashkë që ata që thojnë, ata që knojnë për një me, bashkë ju që s'knoni, ju knoni ma mirë sa ata. Nuk e kena një të gushtu sot. Ja, e mira s'ka fund, thashën edhe ma herët e mira s'ka fund, po ne kemi pas, nuk është që se kom shfaq këtë pjesë të hobit edhe publikisht, sepse në aktrim kur pranohemi neve, e kemi disa regula para se me hy në akademi, ata që dojnë me hy për shembull në akademi të arteve, tash nuk e di nëse kanë ndryshu, po kryesisht kanë qenë, duhet ta dish një barcelet me prezentu para juris, një kong, një monolog, edhe ta një varët që janë kërkesat ekstra. Po këto të rria I ke pas me patjetër mi ditë, dhe me thënë. Tash nuk është patjetër me këndu mirë, po me pas një zopak me të veçantë, me pas vesh. Unë për ndryshe, punën e këndimit për me, familjarët e mi I knojnë shumë, po ja di shumë për nderë edhe profesorit teknikës vokale Trimordomit, sepse na kanë ndihmuar në aspektin teknik jashtëzakonisht shumë me përmirësu vetën. Kemi punu ne edhe me Dona Reshitan, e ka pas një koncert jashtëzakonshëm për zonjat e këngës, I ka zgjedh këngë që I kanë kompozu gratë shqiptare edhe e ka pas një koncert jashtëzakonshëm. E kemi pas performancën me këngë të Riza Bllacës që është mbajt pikërisht në shtëpinë e Fellbahut për vjetor që ka qenë bile në maj, është zakonisht. Edhe
kanë në bashkëpunim me Zana Durakun edhe është punon në Teatrin Kombëtar të Kosovës, po është instrumentist i jashtëzakonshëm dhe këngëtar i jashtëzakonshëm Xhemail Glavica, kështu që është e pame. Është diçka e pame. Përveç javës së filmit në Zoharek që tregove për kur ka me mbajt edhe çush ka nisë sekret, edhe projektit me Artpolis në qendrën korrektuese, ku do ta shohim Rozën për gjatë të vitit ose për gjatë viteve të tjera, cilat a ka ndonjë projekt që është ongoing të shku. Plot. Plot. Jemi të prit dritën e gjelbërt në plot projekte. Janë projekte shumë madhore, jo vetëm në Zoharek, po edhe në vende tjera të Kosovës. Kështu derisa se kemi diçka definitive afër, nuk kam qef shumë me fol për projekte, po ka projekte, ka shfaqje teatrore që pritet me fillu shumë shpejt edhe me ka një projekt i jashtëzakonshëm edhe me një ekip të mrekullueshëm, festivale tjera, në qytete tjera, tashti po shpresojmë që na ecë mbar gjithçka, por që bashkëpunimet nuk ndalen këtu. Do të ketë pas ka me pas risi. Ka me pas risi shumë. Krejt kohën. Shumë ka me pas risi. Sidomos në aspektin teatror ka me pas risi shumë të mëdha. Rozja, ki mundësi me na i dhonë për fund një mesazh për gjitha vajzat, qikat dhe gratë e këtij vendi që kanë talent, kanë pasion me humor me sferën e artit ose të gazetarisë, që nuk e kanë marrë ende atë hapin final, atë hapin kryesor për me vazhdu tutje, e sidomos për gjeneratat e reja që duhet edhe ka talenta ky vend. Unë shumë shpesh edhe është një frazë, një tekstit këngës, kush i hyn këtij zanati le ta mbyll mendjen me dry. Duhet me pas shumë guxim, duhet me pas shumë përkushtim, punë, edhe duhet mos me hezitu, sepse stigma ekziston gjithmonë, paragjykimet ekzistojnë gjithmonë, nuk duhet me të ndalu një mohabet i dikujt për ma vazhdu me projektet të tua. Përkundrazi duhet më kanë një shtytje shumë e madhe që ti me dyfishu punën tënde, me dyfishu përkushtimin tënd edhe mi tregu gjithë atyre që mundohen me ta ndalë udhëtimin që nuk munden me ta ndalë udhëtimin. Duhet me pas shumë guxim, duhet shumë e rëndësishme, sidomos në jetën e vajzave është pavarësia ekonomike, pavarësia profesionale është shumë e rëndësishme. Sidomos te ne. Në mbar botën, por te ne është shumë e rëndësishme. Po folim për një vend si te na se e dina çush është. Fatmirësisht kohët e fundit ka ndryshu, sepse shumë janë më të vetëdijshëm, absolutisht nuk diskutohet me krahasu me shumë vite përpara. Po them se ne kemi gra shumë në moshë që dikur kanë thy tabu, ne sot s'mund të thejmë tabu, sepse janë profesione të pame që, po pra, kemi nana tona, kemi gjyshet tona që kanë studiu në atë kohë, edhe kjo është kënaqësi shumë e madhe që dikush ty ta ka liru rrugën me një farë forme, se është shumë vështirë me qenë i pari në profesion, shumë vështirë në aspektin, sidomos në gjinin femrore, po shumë e rëndësishme që ty mos me të ndalë paragjykimi, duhet mos më të mungu guximi për me bata që ti ke qef. Sigurisht, pa e dëmtu tjetrën, ajo nuk diskutohet. Normal. Guximi është kryesorja, domethënë, edhe mos me tani për paragjykimet. Mandej talentin edhe punën i kombinon. Ato që ta ka dhënë ai. Ndjeri profesori jonë thë ke 20% është talent, 80% është punë. Kështu që puna, përkushtimi, guximi janë shumë të rëndësishme në këtë profesion. Jo vetëm në art, po në çdo profesion tjetër. Rozi, faleminderit shumë që ke gjetë sot kohë me na nderu me prezencën tonë në Histori Online, tek hajtë që folim, shpresoj që pas disa kohësh kur të përfundojnë edhe ato projekte që i ceke, kemi pas rastin me u taku prapë. Pibjesi fillimi i vitit ka 10 orë vija pen. U kry, jemi se ardhën derën qelë. Po, ama para 10 orit unë ju pres një të filmit. Po, e kena tashti me edhe me pa filmat, edhe me përcjell. E kena me bërë se kena hi minus tash. Prej tash për juftoj, veç ta dim. Se me arru mja u bruftesën, thoni se na ki thirë. Jas, nuk jena maraklit të këtyne formaliteteve zyrtare me ftesa, vina pa na thirë. Faleminderit shumë, edhe ju uroj shumë sukses në këtë. Faleminderit shumë. Jeni të bëni punë shumë të mirë. Faleminderit. Naci.